Jemi rikthyer në bashk në Breaking, do të shkojmë në këto momente në Turqi, atje kemi në një lidhje të drejt për drejt gazetare Nada Dosti. Nada, përshëndetje, kënaqësi të kem në Breaking. Përshëndetje Fjori. Të 20 personat që gjendeshin në aeroplanin transportues ushtarak të Turqisë që udhëzuan në Gjeorgji kanë humbur jetën për fat të keq dhe këtë raportojnë autoritetet turke. Unë do doja të dija nëse ka detaje të reja në çfarë rrethana ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë. Atëherë, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Turqisë, një avion ushtarak turk i Mallar VC-130 që udhëtonte nga Azerbajxhani udhëzuan në Gjeorgji dhe në bord të ndodheshin 20 persona, përfshirë dhe ekuipazhin e fluturimit. Lajmi më i fundit është se janë gjetur trupat e këtyre 20 personave tashmë, sepse deri dje domethënë ishin gjetur vetëm 19. Më pas Ministria njoftoi se ekipet e gjeorgjiane të kërkimit shpëtimit arritën te mbetjet e avionit të martën mbasdite rreth orës 5, duke shtuar se mbetjet janë siguruar për ekzaminimin nga ekipi turk i hetimit të aksidenteve. Ndërkohë, dje pasdite në një takimin e përjapshëm të së mërkurës me drejtuesit komunal të AK-partisë këtu në kryeqytetin Ankara, vetë presidenti Erdogan tha se kutia e zezë e avionit është gjetur dhe hetimet kanë filluar. Pra, ka nisur bashkëpunimi me autoritetet e Gjeorgjisë. Po, pikërisht. Ai tha se puna që po zhvillohet në vendin e rrëzimit po monitorohet nga afër dhe të gjitha hetimet e nevojshme do të kryhen me kujdes për të sqaruar çdo aspekt të incidentit. Çfarë të dhënash janë bërë publike në lidhje me avionin e rrëzuar? Kushtet teknike të tij? Ka patur detaje? Faktikisht nuk ka asgjë zyrtare deri tani, nuk ka të dhëna zyrtare deri tani. Mirë, po ka disa spekulime që qarkullojnë nëpër media nga ekspertë të ndryshëm, sepse ende mbeten të panjohura, domethënë rrethanat konkrete. Ka dy lloje spekulimesh që qarkullojnë, më kryesore domethënë, për arsye të rrëzimit të avionit. Spekulimi i parë është që avioni pas ka qenë në shërbim për një kohë të gjatë dhe është riparuar për herë të fundit në vitin 2020. Korrozioni mund të ketë shkaktuar shpime në trupin e avionit, gjë që mund të ketë çuar në aksident. Disa kohë më parë, faktikisht një avion i ngjashëm me të njëjtit lloj është rrëzuar edhe në SBA pikërisht për këtë arsye. Ndërsa versioni i dytë mund të jetë që ngarkesa nuk ishte siguruar siç duhet, mund të ketë ndodhur zhvendosje e ngarkesës vetë fluturimit dhe në këtë rast ngarkesa që lëviz mund të ketë goditur sipërfaqen e brendshme të trupit të avionit, duke shkaktuar dëmtime dhe duke komprometuar integritetin e strukturës. Gjithsesi, këto janë thjesht të dhëna që qarkullojnë më tepër në platformat sociale bashkë me video, sepse kam parë disa video që qarkullojnë. Po, pikërisht, ka dhe një farë spekulimi që thotë që mund të jetë sulmuar, po ende nuk ka fakte, nuk ka prova për një sulm ajror. Gjithsesi, autoritetet turke janë shprehur të vendosura që do ta çojnë deri në fund këtë hetim. Po, pikërisht. Nada, unë të falenderoj shumë. Faleminderit për lidhjen dhe për detajet që